Unë kam 21 vite që e bëj këtë punë, e kam pasion, e bëj me dashuri dhe me një përkujdesje të jashtëzakonshme, sepse e adhuroj këtë punë. Pasi jetuam disa vite në Greqi, menduam që të ktheheshim në Shqipëri pra njerëzve tanë. Njëkohësisht në atë periudhë vajza shkoi 7 vjeçe dhe ne duhet ta sillim në shkollë në Shqipëri. Gjatë kohës që erdhëm dhe do ktheheshim nga Greqia, ishte edhe momenti i krizës në Greqi që u kthye dramia në Evropë. Pas disa mendimesh dhe diskutimesh me timshojsh, menduam që ta hapnim një dyqan mishi. Pasi u bazuam te disa njerëzit tanë, të cilët jetonin në fshat dhe merreshin me blegtori, menduam që të bënim një dyqan mishi, të punonim me blegtorin, me viçat, me qërin gjatë si që kemi ne, që të ishte malbio dhe i mirë. Njëkohësisht vendosëm dhe e hapëm një dyqan mishi, të cilët funksionoi për ne. Çfarë dihet të bëje ditën e parë të punës, që hapet dyqani në lidhje me mishit? Ditën e parë të mishit, jo, nuk më mësoi asnjë. Thjesht do me thënë me syrin tim si fëmër, ma më jepet çik për guzhin, si një koqire do të them, duke ditur që pritet brinja këtu, kofsha këtu, shpatula këtu, dhe duke folur gjithë kohën me klientët, që çfarë pjesë e doni, ku doni t'u apres, si e doni t'u apres, dhe njëkohësisht unë bëra mjeshtre pastaj. Të gjitha pjesët e viçit, të ta zhvesh komplet mishin nga kocka nëse do klienti, të ta bëj me kocë nëse do klienti, të t'ja hej gjithë pjesët e mishit, ku është pjesa e butë, ku është pjesa e fortë, ku është pjesa më e mirë, siç i kemi ne që i zgjedhim. Puna është goxha e vështirë, nuk është e lehtë, pavarësisht për mua sot unë e bëj shumë të lehtë dhe nuk e kam problem fare, por fillimi ka qenë tepër i vështirë. Marrëdhënien me qytetarët e kam shumë të mirë. 90% të klientëve i kam gra, të cilat kur vinë merren vesh mirë, se si e duan, se si mund ta presin, se e lëm dhe pa prerë, po të duan nëse do gatuajnë diçka tjetër. 10% kanë burrat. Burrat nuk janë aq të vështira sa janë gratë, por njëkohësisht kur shkojnë në shtëpi kanë debate me gratë. Sepse në një moment mund ta marrin pjesën e mishit pak të madhe, apo ka pak kock, apo ka pak dhjam, dhe njëkohësisht radhës tjetër thonë, shiko, atje ku shkuam e morëm ne, ishte një zonjë. Pa shko herën tjetër vetë dhe heqin atë përgjegjësinë e mishit. Kështu që i kam marrëdhënie të mrekullueshme. Unë nuk njoh njëri tjetër në këtë profesion dhe nuk them dot. Unë kam qenë nga të parat, si të thuash në biznesin tim që u hap dhe të shpreva dhe pak më përpara, të detyruar, si të thuar, sepse në dyqan që hapëm dyqanin e mishit, gjithnjë duheshin 2 veta. Njëkohësisht që të ishin 2 veta, njëri duhet të shiste dhe tjetri të sillte furnizimin. Dhe kjo ishte dhe arsyeja që unë u përshtata punës dhe biznesit tim familjar.